ne nuk I kemi ende kamionët e mjaftueshëm për me operu në zonat në qytetet ku ne operojmë. Për shkak ta zonë shembull Lipjanin operojmë mesatarisht 3-4 kamion varësisht prej gjendjes tyre, mirë po në realitet Lipjani ka nevojë për minimum 8 kamion. Dhe këtu qëndron ai problemi I asaj që me u ndreq edhe me u përmirësu dukshëm shërbimi edhe me qenë ma cilësor. Kanë mungu investime kapitale, pothuajse në gjitha komunat, përfshin është edhe kryeqytetin, po flas për të kaluarën, ndër vite, kanë mungu investime serioze, kanë mungu, qysh me thonë, trajtimi real I tarifave të cilat e kemi pas ndër vite, për shkak se kostot operative, pastrimet ju kanë rritë shumë, në deponi rritën çmimet çdo vit, çdo janar, me një vendim të qeverisë që është, ndërsa pastrimi që nga viti 2008, ato dikon 2009, ka qëndru me të njëjtën tarifë. Tash, imagjino sa ka ndryshu të gjitha çmimet, qoftë në karburante, qoftë në këto shpenzime tjera operative, po përfshi këtu edhe deponin që për çdo vit na rritet në 1 euro për ton. Dhe ne kemi qëndru, po flas sepse në kaluarën si ndërmarrje ka qëndru pa rritje, pa matje reale të tarifa, ne ende I kemi edhe disa komunat të cilat ende nuk I kanë rrit tarifat, Lipjani fatmirësisht nga muaji I kalum ka rrit tarifën dhe po besoj që kemi me arrit edhe sadopak me atë pjesë edhe me bërë disa investime edhe gjatë këtij viti. Po. Kemi ankesa, mirë po përpiqemi që në kohë reale edhe të shpejt me mbërrit deri te trajtimi I tyre. Po. Falenderoj shumë, zotëri Leqica, për këtë lidhje direkte dhe për gjitha këto përgjigje për adresën e ankesave. Një çështje ndoshta më sqaru. Po? Të çështja e mbeturina vëllimore inertë, këto shtrata, dyshek dhe këto gjona tjera të cilat na I shohim I përdet pranë kontinjerve, e të cilat nuk janë të lejuara mu hedh. Ne në vazhdimsi I kemi largu deri tani dhe kemi pas një plan të rregullt operativ, mirë po fatkeqësisht për shkak se Ministria e Ambientit për momentin ka pezullu atë lokacionin e përcaktuar nga Komuna e Prishtinës, ne jemi duke prit për një zgjidhje të kësaj situate, në mënyrë që ne me fillu edhe me I largu, sikurse që kanë qenë ditëve të fundit, javëve të fundit në kryeqytet, ku kemi arrit mos me lënë asnjë mbeturin të asaj natyre. Mirë po, aktualisht jemi në pamundësi me I largu me